shkollës. Për shembull, kemi mësuar për planetet, atëherë ju japim si detyrë shtëpie që ata të shikojnë ngjyrat e planeteve, që të nesër, domethënë orën tjetër kur kemi, të mund të arrijmë diçka me atë dhe të fillojmë ngjyrosjen e tyre duke ditë që ata kanë kontrolluar më herët në internet. Mi I njëjtë për gjithë prindërit apo ka specifika mbas të fëmisë, apo si qëndron? Besoj që fëmijët mbas specifikave të fëmijës duhet më u arrit edhe kontakti me mësuesen. Por që në momentin besoj që secila mësuese në momentin që e shet që fëmia ka ndryshuar për periudhën e ardhshme, do të thotë ne I bëjmë planet dhe programet të cilat na nevojiten për periudhën tjetër. Kështu që nuk është një farë pushimi për ne, se na prap dalim në shkollë. Okay. Edhe për shembull testet e këto kontrollohen në shtëpi? Kontrollohen në shtëpi. Po ashtu edhe na gjithmonë planifikojmë një ditë më parë se çka kemi me realizuar në klasë. Shkolla ndër institucionet më të rëndësishme për edukimin e brezave të ardhshëm. Më herët kemi pas ndoshta edukim, kemi pas respekt, kemi pas etik të punës, por realisht ndoshta konsideroj që kemi qenë pak të friksun. Ndërsa sot flitet shumë për pjesën emocionale të fëmijëve, por nuk e di sa punohet këtë drejtim. Është shumë kënaqësi me e pa sot mësuesen Gentiana Jaka. Mirë se erdhe. Më vjen mirë që e kemi fillu podcastin së bashku, shpresoj të na shkojmë mbar. Faleminderit shumë që e ke pranuar ftesën. Genta, unë thash që na ma herët, domethënë në gjeneratën time po flas, kur ka hyrë mësuesja në klasë, na jemi ngritë këmbë, mirëdita, ditën e mirë, edhe është për atë kohë ka qenë krejt mirë, po na diskutuam edhe paraprakisht që nëse një fëmijë nuk është ngrit në këmbë, ndoshta gjithmonë është shortu, është në rregull, ka qenë sistemi I tillë. A janë sot mënyra që këto që aplikohen apo mirret parasysh ana emocionale e fëmijës, a edukohet fëmia që me pas empati një farë forme? Po patjetër. Në ditët e sotme më shumë I jepet çështja e respektit është domethënë gjithmonë tu I nxit fëmijët të kenë empati ndaj të tjerëve, do të thotë tu e di që duhet më u fitu respekti, po në të njëjtën kohë kur e dim që është fëmia më I vogël se sa të rriturit, atëherë gjithmonë u sqarohet që kur vjen dikush më I madh, normal duhet më u respektuaj edhe më u ngrit në këmbë. Po jo gjithmonë pastaj pasi del mustafiri dhe më fillu me I kritiku, nuk u ngritet ti, u ngritet ti. Thjesht ju japim si sqarim që më mujt ata me pas qartë se duhet më respektu më I madhe. Gent, a është zor me arrit sot, domethënë me qenë mësimdhënëse, edhe me arrit me e instalu një farë forme dhe mu kujdes për anën emocionale të fëmijëve? E vështirë është, gjithmonë ka me qenë e vështirë, por që ne mundohemi që të japim më të mirën. Normal, tash që teknologjia dhe mundësitë I kemi të shumta, cilat neve na ndihmojnë që edhe marrim trajnime të shumta sa I përket pjesës emocionale të fëmisë, po ashtu edhe kemi pjesën ku secila shkollë tash besoj e ka edhe psikologun, besa edhe pedagogun e shkollës, besoj e kemi shumë më të lehtë që në bashkëpunim me ata, domethënë të arrijmë që fëmijët të jenë sa më të mirë, të ndjehen sa më mirë emocionalisht në shkollë. Do të thotë roli I psikologut e lehtëson procesin e juaj si mësimdhënësa. Po. Se tash ka fillu në të kaluarën ka qenë pak problem se në momentin që fëmijëve ju ki cek që ai do shkoj te psikologu, me njëherë kanë thonë të doktori unë s'jam smut. Po që tash është ndryshe edhe në momentin që mësuesja është të arsyeshme në bashkëpunim me prindërit, mohen edhe seanca psikologjike në mënyrë që fëmia të vijoj mësimin ashtu siç duhet edhe të jetë I qetë, ndjehet mirë në shkollë edhe në klasë bashkë me shokët e shoqet. Kështu që shkon atje, e hiq atë barrën emocionale që e ka edhe mandej kthehet në klasë edhe e din që diçka ka gabu gjatë rrugës dhe mundohet ta përmirësoj ata.
Tu fol, mu kujtu, unë kur kom qenë fëmi, mësusja jam e parë ka qenë Fiqerie Lila, në shkollën Mustafa Bakia. Edhe mas 2-3 mujve, ajo ka dalë në pension. Edhe mandej e kom pas mësuesen, do më thonë deri në klasën e 4, atyre kemi qenë po, e kom pas Linda Nigja, që dyja t'i kujtoj diqysh me shumë dashni, po më kujtohet që bullizimi një farforme, që shoqet ma kanë bu, dhe që për mu u konë ngacmimi ma i keq, u konë me ma përqesh mësuesen. Më thonë, mësusja Fiqerie Lila, ato gjithmonë e kanë përqesh emrin edhe më kanë thonë si fiqa që ka qenë për para. Makina. Edhe do më thonë, mu nuk më kujtohet ofendim ma të madh që unë e kom përjetu na i herë se me ma thonë që ato. Dhe a është halo, edhe besoj jo vetëm për mu, për të regoj një rast temin personal, po besoj që për krejt qatë gjenerat ka qenë që ky konsiderata ose respekti, autoriteti mësuesës, do më thonë, ka qenë në pjedestal. Atëherë njëjtë është edhe tash, do më thonë, shpesh ndodhë dhe na kemi raste që thojnë mësuesa api fol t'i fëmijë se vetëm ty për dëgjën, mësuesa o ka rri mirë në shkollë se në shtëpi është nështë pak ma aktiv, më është dërvjellët ndoshta. Po që në klasë, normal, ndoshta është respekti, po në asë një moment nuk besoj që është frika, që ka qenë të kalumen, që për të vjena dhe për të ndodhë dishka, po që është ajo respekti edhe ajo ndjenja e mirë që shfaqet, pak të më po flasë aty ku punajon. Genta, a është e vështirë sot mu arrit respekti për shkak se na si popull jemi mësu që kryesisht mjet edukimi me qenë mjetet friksuese. Edhe sot ti tregove që ju si mësimdhënësa trajnoheni vazhdimisht për shëndetin emocional të fëmijëve që është diçka për shumë e mirë për ne. Tash jemi në një fazë tranzicioni po konsideroj, që mu arrit një respekt edhe një mbarvajtje në klasë, po pa frikë. A është e vështirë me majt respektin? Po, normal, sidomos na që jemi pjesa fillimit, do më thonë pjesa parsorë që veç ja kemi fillu me u marrë me këtë çështje, është pak sfiduse. Po, fal teknologjisë, që thash edhe parës, mundësit që na me fitu respektin tek fëmijët jenë pak më të lehta. Për arsye se ti për shembull i thu fëmijës kemi ma arrit me bo këtë aktivitet ose me shku dikon në mënyrë që nëse ju arrini me mësu ose silleni si duhet, pasi që nëse shkojmë në një aktivitet jashtë shkollor, dihet që duhet me pas pak rregull, me tregu që jemi në zënës të mirë të shkollës. Dhe në këtë formë fëmijët nxiten që të japin më të mirën gjatë kohës që janë në shkollë dhe pastaj normal që e dinë që duhet të sillen mirë edhe atje në aktivitet jashtë shkollor. A ndodh ndonjëherë për shembull fëmijët me qenë shumë i gjallë në shtëpi, po i urtë në shkollë ose i gjallë shumë në shkollë, ose kundërta, ose me pas, dhe me thonë, qysh ndodhin qëto, ose pse ndodhin që fëmija me pas, se ka njerë për shembull, po, se na jemi prind edhe shohim raste, dëgjojmë, edhe kemi përvoja normale edhe vetë, ku fëmija për shembull në shkollë nuk qëndron ulun, edhe prindi shkon edhe thot po në shtëpi rrin shumë mirë, çapo, adin janë do kontradikta. Po, atëherë për besoj është e pjesa hapësirës që jipet në shtëpi, edhe të pjesa e hapësirës që jipet edhe në shkollë. Në momentin për shembull që fëmia është shumë i lirshëm në shtëpi, pastaj nuk e ka atë ndjenjen që është e nevojshme edhe në shkollë me u sjell ashtu, se është formuar në atë formë që kur shkon në shkollë duhet me dëgju mësuesen, duhet me u sjell si duhet, duhet me shku atje domethënë të jetë parim kryesor që duhet më mësu, që duhet të jetë i vëmendshëm në mënyrë që të arrijë sukseset që veç e kanë në plan me i arrit. Se ta mendosh që për ato vinë edhe kryesorja është që të mësojnë. Kurse për ata që janë pak të heshtër në klasë, kjo për besoj që edhe mundën me ndiku në momentin që prindërit i thonë që duhet me qëndruar, duhet me nejt, duhet me dëgju mësuesen, po që shpesh për ju thomë që është e rëndësishme që fëmija me u ndjej i lirshëm. Ashtu që shi vjen, me u mundu edhe me u sjellë. Në momentin që na e nxitim të dal nga vetvetja një farforme, atëherë është edhe pak problem me arrit ato që na dëshirojmë për ati fëmijës. Është më mirë ta lojmë atë të tregojnë ndjenjat e veta. Edhe në momentin që eskalon situata ose diçka, atëherë po. Por nëse është fëmijë i urtë, më mirë me i urtë se sa të jetë problematik. Kur ta mendosh pjesën e problematikut edhe të urtit,
prap besoj që është më mirë të jetë i urtë, të jetë i sjellshëm, të jetë i dëgjueshëm, se në fund të ditës ajo është më rëndësi për ne. Që fëmia i urtë edhe ai që nuk bën probleme, e dim që e ka fokusin 100% të shkolla. A kanë sot fëmijët probleme me përqëndrimin, për shembull, se nëse flasim për qendrat stimuluese, terapit për fëmijët, bile kisha një rast një ditë me një kolege dhe tha, nuk kemi sot veç diagnoza, tha po kemi raste të cilat janë pa diagnozë, mirë po do thotë po del prej kontrollit një farë forme për shkak të çrregullimeve në sjellje që nuk kanë diagnozë. A hasnin përditshmëri qoftë ju në klasën e juaj apo në përvojat e kolegeve apo me këndo që keni kontakt me mësimdhënës tjerë? Po, për shkak që fëmijët rrinë një kohë të konsiderueshme në telefon ose qoftë edhe duke parë televizor, kjo gjë është e përditshme. Por që ne mundohemi gjatë tërë kohës ju flasim fëmijëve, po ashtu edhe në libra kemi njësi të veçanta të cilat na tregojnë se çfarë dëme arrin të kenë fëmijët gjatë kësaj, domethënë për shkak të televizionit ose të telefonit. Ne mundohemi që fëmijët kur ta kapin telefonin t'i stimulojmë ata që të shikojnë diçka që i përket shkollës. Për shembull, kemi mësuar për planetet, atëherë ju japim si detyrë shtëpie që ata të shikojnë ngjyrat e planeteve, që të nesër, domethënë orën tjetër kur kemi, të mund të arrijmë diçka me atë dhe të fillojmë ngjyrosjen e tyre duke ditë që ata kanë kontrolluar më herët në internet diku. Gjenta, teknologjia do të thotë zakonisht kur përmendet në podcast gjithmonë jepet një konotacion shumë më negativ. Po më pëlqej që e ktheve kohjen edhe tha që kur i kemi planetet mësojnë fëmijët e përdorin, po e përdorin në një formë të mirë. A është e pranueshme te fëmijët, do me thonë që kjo apo kanë tendenca nuk ju duket interesant, se dhe që kjo është problem sot, që fëmijëve mi ju duk diçka interesant është se kanë shumë mundësi, kanë shumë hapësirë. Qysh funksionon që kjo? Të ju si mëdhënëse të reja apo konsideroj se s'podia e përdorin të gjitha moshat e mësimdhënëseve? Po, e përdorin edhe të vjetrat se në bashkëpunim me ne, domethënë gjithmonë arrijmë që së bashku me i praktiku këto forma, po që gjithmonë domethënë mundohemi që fëmijët paraprakisht t'i nxisim që do shohin diçka të mirë, që do mësojnë diçka që ju duhet edhe për jetën e përditshme, se e dim që edhe gjatë jetës na duhen këto ngjyrat e këto gjërat, nëse është fjala vetëm te planetet, kështu që gjithmonë është ajo nxitja që ne ju japim paraprakisht në mënyrë që ata ta shohin. Edhe tash pasi e kemi edhe grupet, zakonisht secila mësuese ka grupin me prindrit, gjithmonë ju dërgojmë linke që në mënyrë që ata ta kenë. Edhe gjithmonë kur vinë të nesër në shkollë thonë, nuk e pam veç ato, po pam edhe forma tjera, a kishim mujt edhe këta me e bo ose për nëse është fjala për ndonjë aktivitet kështu me letra ose diçka, që do të thotë i nxisim me shiku edhe ata vetë. Kthehem për pak, vazhdojmë me një blok marketingu. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB. Vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend.
Genda po bën shumë përshtypje për mirë që kjo përdorimi i teknologjisë në çdo forma. Domethënë edhe aq më shumë kur flitet për një shkollë të shtetërore, që është shkolla Femia Agania, po në Gjakov. Në Gjakov. Edhe a e lehtëson që kjo përfshirja e teknologjisë procesin mësimor, do të thotë avancimi? Po, patjetër. Edhe pse ne mundohemi që zakonisht në të kaluarën e kemi përdorur ndoshta pak më tepër pjesën e projektorit e kështu, por që e kemi pa që projektori merr shumë kohë derisa vendoset video, derisa bëhen ato gjëra tjera përcjellëse që i ka. Kështu që ato e përdorim vetëm në momentin që kemi me tregu ndonjë slide, siç është për festa të ndryshme, ose nëse kemi me pa ndonjë sekuencë të ndonjë filmi ose kështu, në mënyrë që fëmijët paktën në shkollë të jenë larg teknologjisë, por që kur është e domosdoshme e përdorim ato. Aha, po. Sa mendon mbas të përvojës edhe të kontaktit përditshëm, punës me fëmijë dhe me prindër, sa mendon që duhet me qeni përfshirë prindi jo në procesin mësimor, po në bashkëveprimin me mësimdhënësin? Për shkak se ka njëherë, për shembull tash po flas në cilësinë e prindit, ka nana që qëndrojnë te shkolla, kam një përshtypje. Edhe ka të tjera që ndoshta qëndrojnë më të distancune, mirë po në një distancë që të paktën unë jam e tillë, qëndrej pak e distancune, në kuptimin që kur kam diçka shkoj, nuk kam nevojë me hulumtu ose me ditë më shumë se cila mendon që është mënyra më e mirë e bashkëveprimit prindit, deri në çfarë niveli duhet me pas? Atëherë që tha edhe ti, e rëndësishme është gjithmonë të arrihet balanci. Do të thotë gjithmonë në bashkëpunim me mësuesin, por vetëm atëherë kur është e nevojshme. Në mënyrë që të evitojmë atë pjesën ku fëmia njihet ndoshta shumë rehat në praninë e prindrit, edhe mandej lind ajo situata që ndoshta merr edhe pak si shumë siguri nga ai, edhe bën ndoshta diçka që nuk është shumë e përshtatshme për ambientet shkollore. Po ashtu edhe nëse arrijmë shumë të distancuar, atëherë do të thotë fëmia mendon që është i neglizhuar për prindërit vet, kështu që duhet të arrihet një mesatar mes këtyre dyave në mënyrë që fëmia të jetë i sigurt, ta di që e ka dikë për krahje, por në të njëjtën kohë të mos ndihet edhe në atë formën që mund të bëjë gjithçka pasi ka prindërit afër vetes. Po, e qyshme, so shpesh duhet me pas prindi komunikim? A vlen komunikimi i njëjtë për gjithë prindërit, apo ka specifika mbas të fëmis, apo si qëndron? Besoj që fëmijët mbas specifikave të fëmijës duhet më u arrit edhe kontakti me mësuesen. Por që në momentin besoj që secila mësuese në momentin që e shet që fëmia ka ndryshuar, nuk arrin, domethënë të nxësi më parë, ose nëse e shet që detyrat e shtëpisë po mungojnë, jo vetëm një herë, por disa herë radhazi, atëherë normal kontaktohet edhe me një herë prindi i fëmijës në mënyrë që të evitohen këto gjëra. Por në momentin që fëmia është rrjedhimisht në rregull me mësime, me sjellje, nuk besoj që është e nevojshme që prindi të jetë aty tërkohës, në mënyrë që të jetë fëmia i lirshëm, të ndjehet i sigurt se nuk është të bëu diçka, se zakonisht edhe fëmijët e kanë atë frikën që kur thirret prindi mos ka bëu diçka. Kështu që në momentin që nuk vjen shpesh prindi, edhe fëmia ndjehet i lirshëm, se do të thotë nuk ka bëu asgjë të keqe që më ardh prind edhe më anku diçka mësuesja për ta. Po më intereson Genta me ditë, ju si mësimdhënëse në klasë, a vrehet fëmia në bazë të renditjes familjare, qoftë në sjellje, qoftë në mësime, qoftë në mënyrën që ndërvepron me tjerët, më thonë fëmia i parë, i dytë, i tretë, e tutje? Unë mendoj që gjithmonë ai pari e merr atë primatin për çdo gjë, do të thotë i qëndrojnë shumë afër fëmijës, por që i dyti e ka atë hapësirën që mundet më mësu shumë më herët për të madhit se i hidhet me po, se do të thotë pasi e merr vëmendjen në familje rreth detyrave, rreth leximit, ai ka dëshirë që në mënyrë që të jetë edhe ai afër atyre, afrohet aty edhe në të njëjtën kohë, edhe pse ndoshta duket që nuk është
ka i kushton rëndësi, ai nxë më tepër se sa që edhe në të ardhmen nuk ka me pas aq nevojën me i qëndru afër për arsye se veç e ka marrë ato, edhe pse më herët. Do me thonë fëmijët që janë mas fëmijës parë, gjithmonë janë mas të shkath, mas të pavarun. Po, ashtu është. Këto janë detaje që ka njëherë vrehen, unë gjithmonë tash në aspektin psikologjik, disa gjana mundesh me i normal i din në teori, por realisht që to ndërveprimin e njerëzve, mendoj që mësuesit e kanë në dorë me jap material shumë, se i kanë para vetës çdo ditë, do të thonë fëmijët edhe i shohin çysh ndërveprojnë, e shohin një fëmijë që është i pari, çysh ndërvepron, i dyti ose i treti, atë është një hulumtim në veti për 5 vite që ti e sheh. Po, e ta mendosh që gjitha to gjenerata që vinë, domethënë në duar tona. Po që besoj që është e rëndësishme që tërkohës të lihet në dorën e mësuesit nëse fëmia ulet për shembull me dikë, mësuesja e parashet që nëse është dikush shumë i urtë, i duhet dikush që është më i zëshëm, në mënyrë që ta fusin bashkëbisedim ato. Nëse është dikush prapë ndoshta më energjik, duhet ta ul me dikën tjetër që është më i urtë, në mënyrë që ta merr pak atë energjinë e këtij tjetrit. Nëse dikush është që nxë më shpejt, atëherë duhet të ulet me dikë që ndoshta ka pak më të vështirë me u futen procesin mësimor. Kështu që në mënyrë që të arrijmë sukses me nxënës, gjithmonë ulja me shok edhe me shoqe duhet të jetë në dorën e mësuesit. Këto edhe dje vërtetova në ndërkohë që prindët më thëshin nga njëherë dëgjojsha në përditshmëri edhe nga vllau im që thekë e kum pas gjithmonë mërzi kur na ulshin, kur mësuesja na detyroi që më ul me dikën. Edhe unë vetë e provova këtë gjë, thash, okay, ulni me kënd dëshironi ju, po normal, kur e shisha që po bisedonin ose diçka, normal që e ndryshonim situatën. Por që prej prindve mora një feedback që ndoshta më mirë prapë në dorën time për arsye se na e dim se me kë ka nevojë fëmia dhe jam falendërues që gjithmonë jemi në kontakt me njëri tjetrin në mënyrë që të arrihet më mira për fëmijët e tërë, por në të njëjtën kohë dhe unë të arrij rezultatin që dua. Edhe unë në cilësinë e prindit konsideroj që çdo gjëna më e mira është m'ia lënë dorë të mësimdhënëses, për shkak se prindërit zakonisht, ne si prind kemi tendenca me pas një mendim, okay, le t'ulet fëmia me këto me ato, por nuk mundesh ti me ditë në shtëpi qysh është më e mirë se ti fëmin tjetër nashta nuk e njeh, po mundesh as fëmin ton mos me njoh qysh është në bashkëveprim në klasë. Se në shtëpi është familja, në klasë janë nxënësat edhe mësuesja. Kështu që po konsideroj që shumë mirë që kur prindi e kupton se tash, okay, kemi situata të ndryshme kur prindërit gjithmonë janë ndoshta në momente të caktuara janë insistues që më ma ul fëmin me ex nxënësin ose nxënësen, por realisht ti e din se cili sa ka kapacitet ose çysh ndërvepron me tjetrin. Çka po mendon që është dallimi Genta i shkollës kur ti ishe nxënëse me sot që je mësimdhënëse? Atëherë fal një mësuese që unë kum pas në atë kohë shumë e mirë, edhe kum pas fatin me qenë me mësuesen Mervete Bakia, ajo në atë kohë ka qenë shumë e mirë edhe na ka mësu respektin, na ka mësu edukatën, po në të njëjtën kohë edhe na ka mësu shumë. Se këto e tregon fakti që unë sot shumësime që i ka marrë nga ajo, i shfrytëzoj me nxënësit e mi, edhe fal mësimeve që i kum marrë nga ajo, unë sot besoj edhe shpresoj që të arrij më të mirën me nxënësit e mi në të ardhmen. Okej, mësuesja jote punon apo është? Jo, është në pension tash. Okej. Shumë është mësuesja, mendoj që është mas nanës, gjithmonë edhe jo rastisht ka shku një farë paralele, normal që nuk është nanë, po prapë se prapë shkon një farë paralele, gjithmonë ka shku, për shkak se është një figurë shumë e rëndësishme e fëmisë. Edhe për çat arsye po ta dëshirë edhe pak me kthy vëmendjen te ajo, po a vren Genta për shembull të ndërveprimet që i ke pas ti si fëmijë, me fëmijët sot. Edhe pse ti vete nuk mundesh me e ditë se ke qenë fëmijë prap, po në çato kujtimet e tuja, a ka shumë dallim?
Po, normal. Së në kalume ne, si që tha dhe ti në fillim, që kemi qenë më të ngurun, nuk është që kemi marrë fjallën për çdo gjë, ndërsa sot fëmijët nuk hezitojnë fare të jenë në qendër të vëmendjes atëherë kur ata ndjejnë. Edhe kjo mu më pëlqen si formë të shprehurit, për arsye se i bën të tregojnë ato që ka janë brenda vetes. Normal, nga një herë edhe pe duhet edhe na me caktu një farmase në mënyrë që të vazhdoj procesi mësimor siç duhet, por që është qef me i pa fëmijët kur e tregojnë veten, kur nuk hezitojnë të tregojnë gjërat që dëshirojnë. Jo veç për tash, po dhe në të ardhmen e tyre. Ka fëmijë të cilët prej tash e dinë që kanë me arrit diçka në jetë, që kanë me tregu sukses, edhe që dëshirojnë t'i bëjnë për shembull prindrit krenar, po në të njëjtën kohë dhe mësuesen krenar për ato që do të arrijnë të ardhmen. Edhe kjo të bën shumë të lumtur me dëgju për arsye se e din që se thuhet gjithmonë kur ndjek ato që ka veç e thu, edhe gjithmonë ki me arrit ato. Shumë kënaqësi, po besoj që është me i pa, domethënë kaq të vegjël, ku është cikli i ult fillor, edhe domethënë që kanë ëndra për të ardhmen. A ju shën gjent atë si mëdhënëse çto ëndra të tënën në ndonjë formë? Po, patjetër. Çdo ditë, domethënë tërkohës i them edhe kur kena rast që na vizitojnë domethënë mediat, ju them që kjo është e mirë për ju në mënyrë që në të ardhmen ju me pas lirshëm kur dilni para kamerave, për arsye se në të ardhmen secili për ju do arrini gjëra të mëdha edhe do të jeni përballë kamerave çdo ditë. Edhe ata njëherë disa prej tyre më shikojnë kështu në mënyrë që a do të jetë e vërtet, po nëse na ushqejmë prej fillimit që gjërat do arrin domethënë majet më të larta, atëherë pse jo, edhe në të ardhmen do arrin. Po, a ka ndonjë moment për shembull për dëshmëri kur fëmijët dalin prej temës shkollës? Edhe kanë dëshira din me fol gjëra të tjera që me jetën e tyre private ose të lagjes. Po, ndodh shpesh kjo gjë. Ndodh shpesh edhe në momentin që ndodh dhe shohim që ka rëndësi edhe për të tjerët, mundohemi që t'ju tregojmë anën e mirë asaj çfarë po mendojnë, ose edhe anët negative, në mënyrë që atyre negativeve gjithmonë t'ju qëndrojnë sa më larg. Por që është mirë kur është që fëmijët, ndoshta aty duket që po ndërprej mësimin edhe nuk e ka pas fokusin shumë mirë fëmija aty, po që është e kuptueshme në momentin që, sidomos deri më tash që i kishim morët nga 45 minuta, edhe është normale që fëmijës pak ti devijon ajo vëmendja. Por gjithmonë t'jetë për me mësu edhe diçka tjetër, se nuk është të thonë gjithmonë t'jetë vetëm brenda kornizës së mësimit, por mësime janë edhe ato që na i nxisim që të arrijnë në të ardhmen. Po, e përmende devimin e vëmendjes. Çka duhet me bo, do thot mësimdhënësi, ose çka bën se 45 minuta realisht nuk janë shumë pak, sidomos sot kur fëmijët kanë mundësi me pa nëpër internet me kërkesa që bojnë kudo, Google, ChatGPT, mrena sekondave. Edhe tash normal që ai niveli i durimit edhe sfidohet, po besoj. Çka bëni ju si mësimdhënëse që çaj vëmendja kur po bjen që me ngrit ose me vazhdu qatë proces? Atëherë ju bëjmë ndoshta nëse është fjala tek matematika, ju japim ndonjë detyrë e cila ka me zgju kurrishtjen tek ata, edhe mundohemi t'ju tregojmë a do e dishit se a do e dini ju zgjidhjen e kësaj, në mënyrë që ata të dalin nga ajo pjesa e qetësisë edhe të vendosin të rikthehen përsëri në klasë. Ose për shembull nëse është pjesa e gjuhës, ju japin disa fjalë ngatrune në mënyrë që t'ju zgjojmë atë ndjenjen që apo di unë me gjeti parë, apo kush do jetë ai që do e gjej fjalin që do formohet. Do të mbarret edhe nga njësia që na kemi, po gjithmonë mundohemi që kjo të jetë një shtys për edhe pjesën tjetër të orës. Po. Komentohet shumë, gjithmonë u komentu orari mësimor i shkurt, në kuptimin jo orari mësimor, po orari i punës, se realisht për ju është puna, edhe gjithmonë komentohet që mësimdhënësat, arsimtarët, domethënë kanë shumë
qill një farë forme, kënaqen se kanë orarin e shkurt. Plus kanë pushime shpesh, pranverore, vjeshtore. A mendon si mësimdhënëse që duhet me qenë ç'kjas? Pëmënoj, jenë të nevojshme qëto, a qysh është, pëmënoj, nëse mundesh me na përshkru? Po, me patjetër, jo veç për mësimdhënësin, por edhe për nxënësit janë të mirësardhura këto pushime për arsye se fëmijët e kanë të nevojshme që të largohen disa ditë nga ajo pjesa, nga ngarkesa, sidomos që kemi në fund çdo periudhe testet, edhe të jenë pak më të relaksuar, që ta marrin atë motivin për sëri që për të nxënë në shkollë. Po ashtu edhe mësuesit gjatë kësaj periudhe të pushimeve, nuk është se ne pushojmë, por përgatitemi për periudhën e ardhshme. Do të thotë ne i bëjmë planet dhe programet të cilat na nevojiten për periudhën tjetër. Kështu që nuk është një farë pushimi për ne, se na prap dalim në shkollë. Okej. Edhe për shembull testet e këto kontrollohen në shtëpi? Kontrollohen në shtëpi. Po ashtu edhe na gjithmonë planifikojmë një ditë më parë se çka kemi me realizu në klasë, kështu që kemi se mësuese zakonisht mësojnë nxënësat, mësuese edhe ti po bëj ke detyra në shtëpi. Po, janë ato të detyrat që na e planifikojmë se cilën pjesë të orës se çush ka me shku. Edhe normal që për ma arrit si sa dhe ti me pas vëmendjen tek nxënësit, gjithmonë duhet edhe ato fleta që janë pak me ngjyrosje, me i prej, me i nxit ato se ku e kanë vendin, janë ato që e mbajnë nxënësin edhe ma kurreshtar gjatë orës mësimore. Kështu që edhe ato i përgatitim më shpejt, jo gjatë orës mësimore. Okej. Po më paramendu mi përgatit ato në orë mësimore, do më thonë se ata duhet me sigurimi majt me energji, një farë forme mi kontrollu. Qysh zgjidhen konfliktet në klasë, edhe a ndodh shpesh me pas fëmijët, do më thonë nga tresa ose... Pas janë të vegjël, kjo është shumë normale për fëmijët. Por që ne mundohemi me ju tregu atyre që nuk do t'jen vetëm një javë ose një muj me njëri tjetrin, por do t'jen plot 9 vite së bashku. Dhe nëse na arrim me zgjidh problemet dhe konfliktet që zakonisht na tregojnë edhe neve që i kanë me vëllezërit e motrat në shtëpi, atëherë duhet ta ndjejnë të njëjtën energji, të njëjtën dëmshuri edhe për ata shokët e shoqet që i kanë në klasë. Do të thotë ne tërkohës mundohemi të ushqejmë empatinë atyre në mënyrë që një farforme të mveshin këpucët e të tjerëve, në ndërkohë që janë duke e thënë ose duke e bën një veprim kundër tjetrit. Genta, unë ti kom pa disa herë në për story që i ke postu, do me thonë, surprizat e nxënësave që i kanë bo për ty. Edhe fakti që ti i ke postu dhe e ke bo aty ka një shkrim të vogël, të lezeqëm, ka bo me kuptu që je entuziazmu për i qasaj. Çfarë ndjesi është? Ndjesi shumë e mirë. Kjo të shtyn edhe është një farë motivi që të nesërmen të shkosh edhe më tepër përgatitur edhe më buzëqeshur se kur. Dje, që ishte dita fundit e kësaj periode, shumica prej tyre më kishin sjell kartolina, disa në formë zemrës me plastelina, gjë që e cila mu më shtynte me mendu që periodën tjetër çfarë do bëjmë edhe më atraktive për ata. Në momentin që ata janë të kënaqur, normalisht që edhe na jemi shumë në rregull me veten tonë, do të thotë jemi tu e realizuar ato që na përket. Tash kur po thu me qenë na në rregull me veten tonë, po më me paramendu rëndësinë e fëmijëve të jetë një mësimdhënësi. Do thonë të bën me kriju një përshtypje për veten. Edhe pse janë fëmijë. Do me thonë... Edhe pse e fëmi. Në të kaluarën, kur unë e shisha mësusën, mendojsha që ajo ndoshta nuk hanë, nuk pinë. Më doke edhe nga njerë mendojsha atë hanë ajo pasull që shohojmë na në shpi. Po që në të njëjtën formë shprehen edhe ata për mu, edhe që është shumë... Edhe e thojnë. Edhe e thojnë, mësusa bën edhe tja në shpia, ditë do të thotë që ju duket pak jo normale, po që gjithmonë mundohem që të jem sa më afërt me ata. Ndonjëherë edhe kur flasin thonë mësuese ti a bën kështu, edhe mundohem që jo me neglizhu atë pyetjen e tyre, por gjithmonë të jap përgjigje në mënyrë që ata të ndjejnë veten sa më afër meje. Edhe që të mos e ndjejnë frikën, por të të ndjejnë respekt ndaj meje për punën që unë e bëj me ata. Po.
Deri që tash folëm për krejt këtë energjinë e madhe që ti edhe të gjitha mësimdhënësit e japin, e shpenzojnë, po a folni si kolege, si kolektiv, gjenta për shembull burnout profesional dihet që është ajo djegja profesionale ose lodhja emocionale që të vjen prej profesionit, sa i kushton një rëndësi kësaj ose a e bisedoni mes vete? Po, shpesh e bisedojmë, edhe unë e paramendoj veten, domethënë pas disa gjeneratash se si do ndjem, a do e kem të njëjtën energji siç e kam tani apo si do të rrjedhin gjërat. Por që po e paramendoj edhe unë veten, njëjtë si kolegët edhe si të njohurit që unë i kam, cilët thojnë se këto të rejat për na ndihmojnë shumë. Edhe unë mendoj që në të ardhmen këto të rejat tjera kanë me na ndihmu neve në mënyrë që të arrijmë sa më të mirën për nxënësit tanë. Po më pëlqen shumë gent ky bashkëveprimi që e keni me gjeneratat të mahershme të mësimdhënësve, që është një farë se çto gjeneratat e mëvonshme, domethënë zhvillimi teknologjik e ka bërë që me pas një farë disbalanci. Se një mësimdhënëse e cila domethënë ka funksionu gjithmonë në një sistem, edhe po vjen diçka dhe po ndryshon komplet, normalisht është sfidë, edhe është mbështetje prezenca e mësimdhënësve të reja, të cilat janë update me zhvillimet teknologjike. Po. Kështu që Po që shpesh na doshta me cek edhe këto, që është shumë e rëndësishme për ne, pra dhe ato janë një motiv i joni për me vazhdu tutje në momentin që ne hasim diçka që ndoshta është e panjohur për ne, edhe e dim që ku mujmë i marr si përgjigje. Kjo është një ndihmë shumë e madhe. Kështu që e kena, domethënë reciprokisht jemi në rregull me njëra tjetrën. Ato e kanë përvojën e qasjes. Ju e keni përvojën e teknologjisë dhe bëheni kështu taman mes veti. Po te fëmijët, a mendon gjenta, unë normali kam 3 fëmijë edhe kam përvoja të ndryshme me mësuese, edhe përvoja të ndryshme e kam fjalën te pjesa e moshës. Po fëmijët vetvetiw e kanë një s'po them, fëmijët i dojnë mësueset pavarësisht moshës. Po kur mësuesja është më e re, gjithmonë të fëmijëve ju duket më interesant ose e këshyrin atë fëmin, atë mësuesen e klasës tjetër që është më e mirë. Është kjo po besoj që ka të bëjë edhe me pjesën e dukjes. Nëse një mësues i jep rëndësi edhe pjesës jashtme, e jep një farë energjie pozitive. Kështu që shpesh mundohem që të jem sidomos në ngjyrat. Fëmijët e dim që fëmijët tërhiqen nga ngjyrat. Kështu që gjithmonë mundohemi të veshim jo me rëndësi, jo me hub vëmendjen tek fëmia, por gjithmonë të jemi pak më se besoj që edhe pjesa jashtme na reflekton ato që e kemi brenda vetes. Kështu që në momentin që jemi të rregullt nga jashtë, po besoj që jemi në rregull me vetveten edhe nga brenda. Po, domethënë edhe fëmijët e ndjejnë çat. E ndjejnë energjinë. E ndjejnë dukjen. Si të mirën si të keqen. Në momentin që ndonjëherë jemi të lodhura ose qoftë jemi me ndonjë grip të lehtë ose diçka, ata e ndjejnë edhe thonë mësuesja s'është mirë dhe i thonë njëri tjetrit me pas kujdes se a di sot është pak më ndoshta e sëmurë dhe ka nevojë që na të jemi më të qetë. Gjenta, unë e di që për shkolla, për mësimdhënie, kemi shumë gjëra me fol, sidomos me një mësimdhënëse e cila është e përfshine direkt në procesin arsimor, se jemi mësuar gjithmonë me diskutu për politika, edhe politikat e arsimit, domethënë të gjitha, përgjithësi janë shumë të rënda në kuptimin, po është shumë kënaqësi me fol në rrafshin e përditshëm, që na funksionojmë përditshmëri. E di që kemi edhe shumë gjëra me fol, po më ka njoftuar që kohën veç e kemi në fund, kështu që unë kisha desht për jush, si mësimdhënëse, me jap një sugjerim për prindërit, të cilët i kanë fëmijë, domethënë një 5 në ciklin e ulët fillor. Atëherë besoj që për fëmijët do të ishte rëndësishme ti ndjekim ato ëndra edhe ato gjëra që ata i bëjnë të ndjehen mirë. Nuk është të thënë që çdo notë e mirë është reflektim i një fëmie të mbar. Mundet me qenë një fëmijë që ndoshta nuk është që tregon shumë rezultate në matematik, po në lanë tjera është shumë i mirë. Kështu që të ushqehet ajo e cila fëmijët i bën të ndjehen mirë.
Më pëlqej shumë kjo, për shkak se prindërit, na si prindër e kemi shumë problem këtë pjesën e notave, kështu që mirë shumë që e ndove. Gjenda shumë faleminderit për prezencën. E më vjen mirë që isha këtu me ju. Mirupafshim në podcastin e radhës.